Pa para dhe pa lodhje, ja metoda e cila do ju ndihmoj të largoni mykun nga shtëpia. Myku është një produkt natyral i një mjedisi të lagësht, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të mbani atë në shtëpinë tuaj. Në vend që të përdorni kimikate të ashpra si zbardhues për të dëbuar, ka mënyra natyrale për të vrarë duke mos dëmtuar familjen tuaj, kafshën shtëpiake ose mjedisin. Uthulla. Ju mund të holloni me ujë për të prerë aromat e forta. Ajo funksionon më së miri si një vrasës myku kur ka spërkatje në sipërfaqe të drejtë për drejta të tij. Lihet për disa orë dhe më pas pastrohet myku me një furçë. Nëse era uthullës ju shqetëson, shtoni disa pika vaj esencial, por dijeni se aroma e fuqishme do të zhduket avash avash dhe nuk do të ngelet brenda shtëpisë së juaj. Studimet tregojnë se uthulla vret 82% të sporeve të mykut dhe viruseve dhe bakterieve të tij. Uthulla gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në pastrimin e ambienteve tuaja të dushit, citoi studimi.